Në një kohë ku arsimi është shumë cilësor dhe është çelësi i së ardhmes, zgjedhja e drejtë e shkollës bëhet një nga vendimet më të rëndësishme për të rinjt. Sot do të flasim për një institucion që po formon momente shumë të mbukura, mendje të reja në fushën e shkencave eksakte, duke u ofruar nxënësve edhe një çështje padyshim shumë moderne, shumë sfiduese dhe shumë të orientuar drejt suksesit të tyre. Bëhet fjalë për gjimnazin matematik informatik, një hap përpara të gjithëve. Për të na treguar më shumë rreth kësaj shkolle dhe mundësive që ajo sot ofron, kemi edhe një ndër profesoreshat e kësaj shkolle dhe kemi 3 nxënës të cilët do flasim për historitë e tyre dhe si kanë qenë pjesë e këtij rrugtimi. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në emisionin Ritmi i Ditës. Është një kënaqësi e veçantë. Për hir të korrekcisë, është për herë të parë që e kemi dëgjuar këtë shkollë, po kur i pam arritjet, na erdhi pak si turp se si kemi ngel mbrapa nga gjithë ato informacionet për këtë shkollë të mirë. Ma lejoni ta fillojmë me profesoreshën, me lejen tuaj. Profesoreshë, ma thoni ju si pjesë e stafit, ju si pjesë e kësaj shkolle, me ca fjalë, pse është më e veçantë kjo shkollë? Çfarë e bën më të veçantë këtë shkollë? Faleminderit shumë. Fillimisht faleminderit për një përshkrim dhe një kështu reklam kaq të bukur për shkollën tonë. Gjithë ato fjalë janë shumë të vërteta. Edhe është e vërtet shumë që shumica nuk ka njohuri për një gjimnaz të këtij, edhe pse kjo është një shkollë elitare, mund të them, në vendin tonë dhe e vetë një lloj të vet. Kur u futëm këtuam po ashtu po, dhe është specializuar, domethënë gjimnazi matematiko-informatik, është gjimnazi specializuar për matematik, informatik dhe fizik, dhe nxënësit këtu kanë mundësi të marrin njohuri më të thelluara lidhur me këto lëndë dhe të bëhen, si themi, kështu profesionalistë të mirë në shkencat eksakte. Pikërisht edhe të vazhdojnë në rrugtimin e tyre edhe më të gjatë, po duke i pasur ato temelet, se ajo është më e rëndësishme, unë do kisha me thënë. Do vazhdoj me Sarën, pasi do shkoj me rend. Sara, përse zgjodhi pikërisht këtë shkollë? Unë pikërisht zgjodha këtë shkollë sepse nuk doja vetëm një diplomë, nuk doja vetëm një notë, doja një mjedis që do të sfidohesha, do të kisha konkurrencë nga nxënës të ngjajshëm, të talentuar në fushat e informatikës dhe matematikës. Ishte një vendim po aq i mirë sa edhe shkolla, pasi që ofronte shumë kushte të mira dhe kishte profesor universitar dhe kushte shumë të voliqme për nxënësit e talentuar. Po ty të ndihmoi që kjo shkollë të zhvilloheshe edhe më shumë në aftësi teknologjike, si që përmendi edhe Sara në informatikë dhe matematikë, ka qenë më e fokusuar të këto dy lëndë. Të ka ndihmuar kjo në zhvillimin? Po, patjetër, më ka ndihmuar shumë në zhvillimin e aftësive të mia teknologjike, si në programim, po edhe në mendim logjik, që është shumë e rëndësishme. Pra, kum punuar me koncepte bazë të informatikës, po edhe t'i zbatoj ato në praktikë. Gjë që më ka arritur mua vetë besimin tim në këtë fushë. Tani më nuk ka kusht të ndalë. Jo. Kemi djaloshën i cili është viti 2, apo? Nëse nuk jam gabim, ti je në fillimet e tua. Më thuaj se si ishte fillimi për ty? Ishte më i vështirë kur e more iniciativën të ndahesh nga ajo turma të shkoj në gjimnazin e përgjithshëm, ku aty e dim që shoqëria është mbi të gjitha. Këtu jeni më shumë të fokusuar drejt studimit, drejt mësimeve. A ishte vështirë të adaptohesh me miqt? Fillimi, mendoj se pavarësisht ku je, do jetë një lloj sfide, por ishte ai mendimi që shumica shkonin në gjimnaz edhe tash ajo ishan dy mendime, por jo. Zgjedhja një prej zgjedhjeve më të mira ishte që hyra dhe jam pjesë e këtij gjimnazi, sepse më ka zhvilluar në shumë fusha dhe në shumë aspekte, domethënë dhe është një prej zgjedhjeve më të mira. Më të mira ndoshta që e keni bërë. Profesorish, unë mendoj se pasi e ke kaluar këtë punë, atëherë kupton se për zgjedhja e shkollës së mesme është një ndër gjërat më të rëndësishme që një i ri mund ta bën në atë periudhën ku ende mendon se gjithçka ndoshta edhe ka kohë për gjithçka, edhe nëse e bën zgjedhjen e gabuar mund të përmirësohet, po besoj shumë bindshëm në atë se për zgjedhja e saktë apo e duhur e shkollës së mesme e ëndrave tua është një ndër gjërat më elementare për të vazhduar dhe për të pasur shumë sukses. Vizioni i kësaj shkolle për të rinjt që duan të ndjekin shkencat eksakte është më i gjerë sigurisht. Absolut, ashtu është, po shumë e vërtet se shkolla e mesme është një hap i parë, mund të themi, drejt një karriere më vonë që do vijojnë nxënësit. Do me thonë, misioni dhe vizioni i gjimnazit matematiko-informatik është formoj gjenerata të reja, me mendim logjik, analitik,
dhe inovativ që në shkencat eksakte kuptohet që më pastaj do të përzjedhin edhe profesionet e tyre, besojnë këto fusha dhe do t'jenë të suksesshëm në punën që do bojnë në vend, po pse jo edhe jashtë vendit. Morëm informacione që edhe jashtë kanë arritur në Po, kemi në nxënës të cilat vijojnë studimet edhe jashtë vendit, edhe ne shpresojmë që ato do të kthehen këtu dhe të t'japin kontributin e tyre në vendin tonë. Edhe mos të kthehen të paktën që të themi se e pam rastet kur djaloshi nga Gosivari shkoi në anë dhe të gjithë shqiptaria në fakt u qua në këmbë dhe ne ishim shumë krenarë se ishte nga Maqedonia e Veriut. Cila lëndë të sfidon më shumë? Na tregove matematika, informatika janë ato të zemrave, të zemrës tënde. Po, edhe pse janë lëndë të cilët i kam për zemër, ndonjë lëndë të sfidon më shumë. Për mua personalisht është geometria, jo sepse është e pakuptueshme, por sepse më shtyn të mendoj në mënyrë më analitike, më të strukturuar dhe më të disiplinuar. Ke pasur padyshim stres, ngarkesë, çdo i ri në atë periudhat e fillimit. Si e ke përballuar këtë? Presioni dhe ngarkesa mendoj janë pjesë e pandashme e një rrugtimi, sado i gjatë apo i shkurtë të jetë ai. Mirë po, me rëndësi është që ne të besojmë në vetvete, në atë që përzgjedhim dhe të mendohem mirë para se të zgjedhim një vendim të rëndësishëm për jetën tonë. Presioni edhe ngarkesa ishin një gjë jo aq e lehtë për të përballuar, mirë po kur çdo gjë është e re, ja nis prej fillimi, jo shoqëria, po pak edhe familja normalisht të ndihmojnë ta kalosh këtë pa problem. Pa pikën e problemit. Më thuaj, sa luan rënë praktika në gjithë këtë rrugtimin tuaj? Po, praktika luan rol, sa luan edhe teoria, pra unë mendoj që teoria nuk mund të mësohet, kuptohet dhe të përvetësohet pa praktik. Pra, kombinimi të dyave do të ndihmojë që të jep, që të marrësh një hurit të qëndrueshme. A mendon se kjo shkollë të jep avantazh ndaj shkollave tjera? Unë ndihem e privilegjuar që jam nxënëse e kësaj shkolle, sepse kam krijuar një bazë shumë të fortë në matematikë dhe në informatikë, nga profesor që gjithashtu japin ligjerojnë edhe në universitete, pra unë ndihem shumë e përgatitur për të ardhmen time dhe besoj që një gjë që dallon këtë shkollë nga shkolla tjera të përgjithshme është se është profesionale dhe është e fokusuar në pikërisht këto lëndë. Në këto lëndë. Dua të di si është raporti me profesorët, e keni atë raportin e lirë ku mund të tregoni edhe ndonjë paqartësi, ku nuk ndiheni të sigurt dhe të fokusoheni pikërisht aty. E keni këtë raport me profesorët? Po, ajo është një prej fakt gjërave më të mira fakt dhe që çdo profesor e posedon. Është ajo që ato janë të hapur për bashkëbisedimet e për çfarë do paqartësie. E si është konkurenca mes nxënësve, sepse ju aty të gjithë jeni nxënësit më të veçuar? Po, ka konkurencë. Besoj çdo kund që shkon do ketë ndonjë konkurencë, por gjimnazi matematik informatik ka një konkurencë të hatashme dhe e pëlqej fakt, sepse edhe ajo konkurenca ajo të detyron punosh më shumë me sa e diune. Profesoresh, sa është i rëndësishëm fakti se shkolla është e specializuar vetëm në këto shkencat eksakte? A e bën këto edhe më të veçantë që pikërisht ju e dini sakt më çfarë nxënës keni dhe ndoshta nuk e keni atë problematikë se nga e para ti profilizoni fëmijët? Po, është shumë e vërtet, po me që ra fjala e nxënësve dhe këto e kam kryefjalën realisht, se mund të tregojnë eksperiencën e tyre dhe si ato e përjetojnë dhe ndjen te kjo shkollë, ne nxënësit i kemi yje. Vërejhet, e ndjej, më besoni. Ashtu është, do me thonë, shumë të mirë dhe unë jam shumë e kënaqur me rezultatet e tyre. Kjo shkollë, do me thonë, është vërtet e specializuar dhe e bën të veçantë ajo që, do me thonë, programet mësimore në lëndët e matematikës, informatikës dhe fizikës kryesisht, por jo vetëm, janë shumë të avancuara. Do me thonë, këtu nxënësit marrin një uri më të thelluara lidhur me këto lëndë, në krahasim me programet tjera, po, kjo e bën edhe më të veçantë nga shkolla tjera. Dua të di mundësitë konkrete që ju ofrojnë nxënësve. Këtu bëhet fjalë bursa, të bëhen fjalë garat, projektet, padyshim. Shoh këtu edhe ca diploma të karrës në këtë moment. Më thoni pak për mundësitë që ju ofrohen nxënësve. Do të thonë nxënësit në këtë shkollë kanë mundësi të marrin pjesë në olimpiada, të matematikës, të informatikës dhe fizikës, por edhe të lëndëve tjera si gjuha angleze, biologjia, kështu me radhë.
Gjithashtu nxënësit marrin bursa, do me thënë nxënësit që kryen me sukses të shkëlqyeshëm vitin e parë të shkollës mesme me automatizëm nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës marrin bursë. Pastaj kanë, do me thënë, aktivitetet ndryshme ku kyçen në për projekte inovative, në për kurse të ndryshme, të avancuara të programimit, në trajnime të ndryshme, do me thënë ka mjaft aktivitete kanë hapësira vetëm nëse dëshirojnë të mësojnë. Absolut. Sara, më thuaj pak për këto certifikata, diploma që i kemi në tavolinë, ku ke marrë pjesë? Unë 3 vite me radhë kam marrë pjesë në garat që janë organizuar në lëndën e matematikës, po ashtu edhe në lëndën e fizikës. Kjo në nivel shtetëror? Po, ka pasur nivele të ndryshme, po jo vetëm unë, ka shumë nxënës të cilët nuk janë prezent këtu, të cilët kanë marrë rezultate shumë të mira në gara. Gara nuk është diçka që mund t'i friksohemi, mendoj që është një sfidë formuese e vetes, ku ti nuk garon me të tjerët, por garon me veten, të shohësh veten se deri në çfarë niveli mund të arrish dhe të japësh versionin më të mirë të vetes tënde. Ti ke ndonjë projekt që deri tani ke marrë pjesë, je paraqitur? Po, kam bërë shumë projekte edhe personale, edhe kam marrë pjesë edhe në gara, edhe informatikë edhe matematikë. Një projekt personal i preferuar imi është një projekt që e kum realizuar frikë, që është i menaxhimit të leximit të librave. Pra në një kohë që nuk kemi më nevojë t'i blejmë librat fizikisht, por mund t'i lexojmë pra falas online. Pas kalimit të kohës harrojmë se çka kemi lexuar, ose kemi qef t'i shohim të rinjtë të çka kemi lexuar. Pra kjo është një website full stack që të ndihmon të menaxhosh çka ke lexuar, gjithashtu mund të kërkosh libra të ri dhe ka interaktivitet me përdorues të tjerë, pra përmes vlerësimeve dhe komenteve. Dhe pra të gjithën e kam realizuar me teknika dhe gjuhë që e kemi mësuar në shkollë. Dua ty të të pyesë, çfarë do t'i thojë dikujt që po mendon me u regjistru në këtë shkollë? Do t'i thoja se nëse je... Pse të regjistrohet? Nëse ai nxënës e shet që e pëlqejnë matematikën, informatikën, pra disiplinat matematikore dhe informatikën, programimin, do me thonë ka shumë fusha, definitivisht kjo është një prej zgjedhjeve më të mira që mund ai ta bën. Edhe nëse do të jepet rasti përsëri të regjistrohesh në shkollë të mesme, do regjistrohesh sërish? Po, në këtë shkollë pa hamendje? Pa hezitim, pa hamendje, po. Ku e sheh veten ti për 5 vite të ardhshme, pasi ta kesh kryer shkollimin e mesëm? Nuk e komenduar akoma. Nuk guxo para profesoreshës të tregoj? Planes, ndoshta dëshiron të studiosh jashtë? Ka mundësi edhe ajo. Profesoresha ankthi më i madh i unit që të rinj po na dalin jashtë, pa marrë parasysh ku e gjeni veten më të mirë. Më mirë, është periudha e regjistrimeve. Si keni provim pranues në këtë shkollë, si është procedura, ta qartësojmë pak për ata që na ndjekin dhe duan të jenë pjesë e kësaj shkolle? Po, do me thënë në gjimnazin matematiko-informatik kanë të drejtë regjistrimit të gjitha ato nxënës që do të kryen shkollimin fillor me notë mesatare së paku 4.5, edhe në lëndën e matematikës dhe informatikës të kenë notën 5. Do me thënë në matematik nga klasa e 6 deri në të 9, notën 5 dhe në fizik në klasën e 8 dhe të 9, sepse në ato 2 klasa dhe mësohet lënda e fizikës, dhe pastaj këto nxënës duhet të dërgojnë letër interesi deri te shkolla, do me thënë te gjimnazi matematiko-informatik, deri në 30 maj, në të cilën letër ka disa të dhëna lidhur me nxënësin, me prindrin, email adresën, numrin e kontaktit dhe kështu me radhë, gjëra të përgjithshme, dhe më pastaj në bazë të suksesit, nëse ato i plotësojnë kushtet, do me thënë, dhe në bazë të letrës së interesit që kanë shfaqur, organizohet provim pranues. Provimi pranues organizohet në 2 lëndë, do me thënë në fizik dhe në matematik. Provimi i matematikës do të jetë në datë 5 qershor, po, prej ora 10, dhe provimi i fizikës në 10 qershor. Dhe nxënësit të cilët do t'i kalojnë këto 2 provime, së bashku me kushtet tjera që duhet t'i plotësojnë, do të mund të regjistrohen në gjimnazin. Sa paralele janë? Në gjimnazin matematiko-informatik janë 2 paralele, njëra në gjuhën shqipe dhe një në gjuhën maqedone. Okej, po janë të plotësuara me nxënës, janë me interes i mjaft të madh. A mendoni se nxënësit janë të përgatitur edhe për universitetet, pasi e kryen shkollën matematiko-informatik, pas për universitetet brenda dhe jashtë vendit? Dua pak të ndalemi dhe të fokusohemi te rastet që dalin. Po, absolut, po. Nxënësit tonë, do me thënë, janë shumë të përgatitur për universitete dhe të gjithë, do me thënë, deri tash gjenerata që kanë përfunduar, kanë vazhduar studimet universitare në shkenca eksakte, kryesisht
veçanërisht në inteligjencë artificiale, në matematik, në fizik, në inxhinjeri e kështu me radhë, në për universitete prestigjioze të vendit dhe jashtë vendit, edhe kanë treguar rezultate dhe suksese të mëdha dhe atje si pasojë e njohurive që kanë marrë. Edhe juve zemra mal, padyshim se ja, e kemi edhe në sfond. Profesorish, përmendet edhe aktivitete jashtëmësimore të shumta të cilat i organizoni me nxënës, ajo tregon shumë se ndihmoni ju edhe punoni në formësimin e tyre edhe si individ. Sa ju ndihmojnë edhe këto aktivitete që ata të jenë edhe më të përgatitur, pak më të dalluar se nxënësit tjerë të cilat do regjistrohen në universitete? Absolut. Pa marrë parasysh cilat. Po, ashtu është. Domethënë aktivitetet jashtëmësimore ndihmojnë shumë, domethënë në formësimin e, si themi, një karakteri të kompletuar të një individi. Ne kemi aktivitete të ndryshme, siç thash, siç angarat, projektet individuale, gjithashtu organizojmë edhe shëtitje, ekskursione të ndryshme brenda vendit edhe jashtë, kështu që gjithçka shkon në mënyrë shumë perfekte dhe të organizuar, edhe nxënësit besoj janë të kënaqur me gjithë këtë proces që vijon në gjimnazium. Nxënësit më vetëm fjalë më letë më të mira mundën t'i thonë. Më thuaj, keni bashkëpunime me institucione dhe universitetet tjera? Po. Që u hapi normalisht rrugët? Po, kemi bashkëpunime me universitetet të vendit, por edhe jashtë. Gjithashtu kemi bashkëpunime edhe me organizata, shoqata të ndryshme, me institucione të ndryshme shtetërore, kështu që nxënësit kanë mundësi të shkojnë të vizitojnë, të ndëgjojnë një ligjërat, po të shohin se të interesante. Për ta. Keni një rast që është krenaria e shkollës që... Po, gjithë këto nxënës janë krenaria jonë realisht, sepse këto gjithë bartin një karakteristikë dhe një veti të mirë sa i përket shkencave eksakte, por krenaria më e madhe është nxënësit tonë që pasi mbarojnë shkollimin tek gjimnazi matematiko-informatik, vijojnë pastaj studimet nëpër universitete prestigjioze dhe që arrin suksese të jashtëzakonshme, kështu që na përfaqësojnë edhe neve si shkollë, si profesor, edhe veten, edhe shtetin edhe kretë komunitetin. Patjetër. Sara, për fund dua të të pyes, a ke ndonjë synim konkret për të ardhmen? Synim konkret, po dua të vazhdoj të studioj në fushën e informatikës. Konkretisht në çfarë drejtimi nuk e kam vendosur ende. Mirë po, unë mendoj se ato të cilët e kam bazën e fortë, siç e ofron shkolla jonë, mendoj që në të ardhmen nuk do të kenë as pak problem në cilin do drejtim që të vazhdojnë. Nga ti? Synimin tënd? Konkret, nëse ke. Synimi im është vazhdoj pra në fushën e shkencave kompjuterike, jashtë shtetit, dhe pra e shoh veten në të ardhmen si një profesioniste në këtë fushë, e përfshirë në projekte të avancuara dhe shpresoj në kompani të mëdha. A pse jo? Unë pasi që jam akoma viti i dytë, nuk e kam menduar shumë, por e shoh që më ecën më shumë inxhinieria elektrike, në të ajo pjesë. Profesorish, të gjithë do na dalin. I pregadit një aq mirë dhe i bëni gati pastaj për të na dalë jashtë, po prap se prap unë them ku e gjeni veten më mirë, ajo aty duhet të shkoni. Çfarë mesazhe do i jepni nxënësve të cilët tani janë atë hamendjen e tyre dhe e kanë të paqartë se ku të regjistrohen, si të veprojnë, çfarë të përzgjedhin për jetrat e tyre. Një mesazh nga ju në mënyrë kaq të qartë, të koncize, se ndonjëherë vetëm një fjalë na duhet për të na ndryshuar mendjen kur jemi në atë dy mendjen tonë, na duhet një mendim profesionist, profesional në fakt nga një profesionist siç është puna juaj që edhe jeni pjesë e universitetit Nën Tereza, pikërisht nga ajo nga ai post të ndani ko edhe për këto nxënës të cilët normalisht do jenë ardhmëria ynë, dua një mesazh motivues nga ju. Është e vërtet, do me thënë, ta theksoj që profesorët e matematikës dhe informatikës, me që është shkollë e specializuar, janë profesorë universitar, edhe ajo jep hala më shumë avantazh këtij gjimnazi, edhe çdo talent unë mendoj se meriton një mundësi për të zhvilluar. Kështu që të gjithë ato që kanë interesim, dëshirë, dashuri për shkencat eksakte, kryesisht për matematikën, informatikën dhe fizikën, të mos hezitojnë dhe të aplikojnë, të regjistrohen në këtë gjimnaz, nuk do të gabojnë dhe
Do jeni ju shohim aty? më pastaj rezultatet e tyre, do me thënë, dhe suksesin që do ta kenë. Edhe sigurisht do jeni ju aty për t'i motivuar gjatë gjithë ne jemi aty gjatë rrugtimit. gjithë kohës për çdo gjë që ato kanë nevojë. Unë dhe koleget e mia nuk kursemi asnjëherë për askënd, po veçanërisht për kështu nxënësish fëmijësh ekselent. Yje rrezë dielli unë i thirr. Po, edhe me shumë kënaqësi, dashuri, edhe pa durim pres që shkoj të mbaj orë me këto nxënës. Vërejhet ajo energjia që ju e përçoni, sepse energjia është gjithçka mbi në këtë univers dhe unë shpresoj se gjithë nxënësit të cilët e kanë atë hamendje në kokë, ata që i duan shkencët eksakte, nuk do gabojmë vetëm nga atmosfera që është krijohet dhe që ju e jepni këtë energji. Dhe u juroj shumë suksese në të ardhmen, shpresoj se kur do bëheni emra të mëdhej, nuk do na harroni, do jeni këtu pjesë përsëri e emisioneve tona për t'u promovuar për arritjet e juaja. Profesoresh, ju faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e emisionit tonë, shkollës jashtëzakonisht shumë suksese dhe më tani do i kemi si shkollën e parë që dua propozojmë edhe atyre që ndoshta ndonjëherë kërkojnë mendim nga ne. Ashtu, ju faleminderit shumë për hapësirën televizive, të keni sukses, shëndet dhe gjitha të mira. Faleminderit,